Sot invalidët e luftës nuk kanë proteza me vënu. Janë pritjet proteza. Ai ka dhënë gjymtyrën e trupit për këtë vend. Sot ai trajtohet barabartë sikur një njeri që ka dy komt, edhe dy durt. Po kjo është tërshme bre. Hekin nga puna njerëz luftës, djem ka dy lufta ti largojmë nga puna politikisht për notë politike. Po si çdosh më ndodh as partitë më hershme, sot më qenë njëri shumë real. Pas tash si çdosh më ndodh. Dorën zemër, kështu se si po raportohet se po ndodhin këto raste, nuk ka ndodhur me veteranët e luftës për përjashtime nga puna çfarë. Është e pafalshme, për shembull, na kemi rastin e Elias Kotës, gruan e Elias Kotës, për shembull, dëshmorit herojt kombëtar, ta çet pe punë. Po ushtarët që kësë do miru. Është vlerë miru familjet ushtarëve të shkës, familjet dëshmorit, të invalidëve, të martyrëve. Është vlerë më miru më kujdes për ta. Po historia ndërtohet me çto vlera. Me çka do na më ndërtoj historinë nesër. Po nëse ne nuk e tregojmë drejtën, sot gjeneratat e ardhshme nuk kanë me ditë çka pas luftë. Kjo të rëndon kjo situatë. Po është rëndon, sinqerisht është rëndon, sidomos për juve që keni qenë përballë me vdekje, po them. Me Serbinë. Unë kam kalu 70% të vendeve ku kanë qenë ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë me bashkëpunëtar kemi filluar në malet të Berishës, kemi përfunduar në malet të Rromojës, në rrugëtasin kom krejt. Prizren, Rahavet, Suarek, Malishev, krejt, çka ka vend në zonën e Redimës, deri në Kufi domthon. Pa çfarë vullneti u dosh me kom për aty. Pa buk, pa ujë, kushte vështira, pa armatim, tu pa masakra, tu pa njerëz vranë për tokë. Edhe sot çka? Kush qoftë hajde ta sulmojmë. Është të tërshme, bre. Është të tërshme.